Ka përfunduar faza e dytë e shembjes së ndërtimeve pale në zonën e mbrojtur të Parkut Natyror të Thethit, e cila nisi në mëngjesin e së shtunës me datën 4 tetor nga Inspektoriati i Mbrojtjes së Territorit. Burime të besueshme nga drejtimi i këtij operacioni kanë bërë të ditur se kësaj rradhe janë shembur 14 objekte të ndryshme, të ndërtuara në mënyrë të jashtëligjshme, dhe me këtë është mbyllur dhe faza e dytë e ndërhyrjes në Theth. Pas fazës së parë në fillim të korrikut, ku prishin së paku 45 objekte gjatë një jave, Inspektoriati i Mbrojtjes së Territorit u rikthye sërish në Theth për të vijuar me shembjen e disa ndërtimeve të tjera të klasifikuara si të paligjshme. Si në herët e tjera, kjo ndërhyrje u mbështet nga forca e policisë së shtetit, gjatë gjithë ditës së shtunë u shemben 14 objekte nga godina 3 katëshe deri në kioska, dhe këto shënuan dhe përfundimin e operacionit të fazës së dytë në këtë pikë turistike. Kësaj radhe ka qenë dhe famultari i kishës së Theth Belgiumit, Castrio Dema, i cili reagoi në këtë ndërhyrje duke i bërë thirrje shtetit që të mësojë për banorët e Dugaxhinit rinovim të shtëpive të vjetra dhe të braktisura për shkak të kushteve të vështira të jetesës. Famultari Dema i theksoi se me ndërtimin e rrugës së Dugaxhinit, banorët e fshatrave të kësaj krahine do të kenë mundësi të rikthehen në tokat e të parëve të tyre. Në fakt, është më së domosdoshme që organet kompetente shtetërore të analizojnë me vëmendje problemin e ndërtimeve në Theth, në aspektin e sqarimit të dokumentacionit të pronësisë së konfirmuar deri më tani, dhe asaj që është ende në proces për të realizuar, në mënyrë që gjithçka të jetë qartë ligjërisht sa i përket procedurave të ndërtimit, ku lejohet dhe ndalohet ndërtimi, si dhe çfarë arkitekture ndërtimore preferohet në këtë zonë turistike të mirënjohur dhe në arena ndërkombëtare.